në punë, në përditshmëri, në lëvizje dhe ndërtohet ure re me 4 korsi. Sa nënkalime mendon që kemi i kry deri në fund mandatit tash? Platforma jonë është një marrëveshje e re me qytetarin apo një vizion për komunën që zhvillohet me plan, me transparenci dhe me dinjitet. Ne ofrojmë një program konkret me projekte konkrete të cilat synim kryesor do ta kenë që të arrijnë deri tek çdo qytetar i komunës së Gostivarit dhe do të ndikojnë në jetën e qytetarit në punë, në përditshmëri, në lëvizje dhe të gjithë sferat të cilat e prekin qytetarin e Gostivarit. Kemi shumë projekte të realizuara, por tani kemi edhe shumë projekte për të cilat më veç edhe kemi fituar grante, kështu që Gostivarin në 4 vjeçarin e ardhshëm e presin shumë punë dhe besoj që një pjesë e madhe e problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët tanë do të jenë të zgjidhura deri në fund të mandatit. Fillimisht atë pjesën qendrore të qytetit pak ta shkarkojmë nga komunikacioni por edhe nga fluksi i madh i qytetarëve. Kemi në plan, domethënë, disa projekte infrastrukturore të cilat do të japin një impakt jashtëzakonshëm, besoj. Njëra prej tyre është një ure re, ura tek gjykata ndër urat kryesore në komunën e Gostivarit, e cila do ndërtohet ure re me 4 korsi, me korsi për biçikleta dhe me korsi për këmbësor, edhe mjetet janë të siguruara, edhe lejet i kemi krejt. Shpresoj që në fillim të vitit 2026 të fillohet me punë. Gjithashtu kemi punuar edhe në transformimin e sheshit të qytetit, ku planifikojmë, është një projekt goxha serioz dhe i madh. Planifikojmë që të ketë nënkalime me të vetmin qëllim që ashtu siç thash, ta shkarkojmë pak qendrën e qytetit dhe në të njëjtën kohë të jetë një vend i ri për qytetarët tonë ku do të mund ta kalojnë kohën, shesh me shumë elemente tjera. Sa nënkalime mendon që kemi i kry deri në fund mandatit tash? Deri në fund mandatit, simbas projektit të cilën e kemi për qendrën e qytetit, domethënë është një rrugë e cila pastaj ndahet në 3 rrugë tjera, të cilat dalin në 3 dalje konkrete aty në sheshin në qendrën e qytetit. Përveç kësaj, me që e di se sa ka kapacitet komuna, nëse nuk arrim të sigurojmë fonde tjera, besoj që kjo do të jetë maksimumi që do të mund ta bëjmë në mandatin 4 vjeçar. Këtu pa tjetër të përmendi edhe bulevarin apo arterien kryesore të qytetit, bulevari Vllezrit Gjinoski, i cili në një pjesë është i ngushtuar, në fakt në 2 pjesë, në 2 segmente. Njërin segment më veç kemi kryer procedurat e ekspropriimit, ajo pjesa para komunës së Gostivarit, dhe ajo në vitin 2026 do të realizohet, do të bëhet me 4 korsi ashtu siç është e paraparë me plan, ndërsa ngushtica tjetër e cila ekziston dhe ku ka disa shtëpi dhe disa lokale, aty më veç do të shohim në një marrëveshje me bashkëqytetarët tonë, nëse edhe nga ana e tyre kanë disponim që të njëjtën ta realizojmë si projekt, besoj që edhe atë deri në fund të mandatit do të realizojmë dhe me këtë dukshëm do të lirohet komunikacioni në qytetin e Gostivarit.